Ka nisur fushata zgjedhore në Kosovë për zgjedhjet parlamentare që do të mbahen më 7 qershor. Qytetin e Ferizajt e kanë zgjedhur Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës për të hapur fushatën. Po hyjmë në një moment vendimtar për të ardhmen tonë. LDK-ja ka zgjedhur kryeqytetin ku edhe qeverisë në nivel lokal. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Gjakovën. Kryetari i PDK-s dhe kandidati për kryeministër Bedri Hamza ka bërë thirrje për një fushatë të ndershme tek të gjitha partitë, ndërsa partisë në pushtet i ka kërkuar që të mos përdorë resurset e shtetit për fushat. Përdorimi i resurseve shtetërore, i paros publike, në funksion të zgjedhjeve edhe të maksimalizimit votës për partinë pushtet nuk është gjë e duhur. Rrjeti i organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim vlerëson se periudha paranisjes së fushatës zgjedhore është karakterizuar nga vendime qeveritare me ndikim të drejtë për drejtë në integritetin e procesit zgjedhor dhe barazinë e garës, përmes shpërndarjes së pakove financiare në vlera qindra milionëshe, të orientuara kryesisht drejt kategorive të ndjeshme të popullsisë, përfshirë mërgatën dhe kompanitë private. Vendimet e fundit të qeverisë për subvencionimin e linjave ajrore në vlerë prej 2 milion eurove, si dhe vendimi paraprak për ndarjen e shtesave dhe vlerave të njëhershme prej 100 euro për një grup të madh të qytetarëve, besojmë që si të tilla janë vendime cilat kanë ndikim të drejtë për drejtë negativ në të paktën 2 nivele. Së pari sa i përket parimit të zgjedhjeve të ndershme, si dhe së dyti, e mbase edhe më e rëndësishme, është ajo e cenimit të garës së barabartë zgjedhore. E kryeministri në detyrë Albin Kurti ka deklaruar se ndihmat dhe mbështetjet financiare të fundit për qytetarët nuk lidhen me nisjen e fushatës zgjedhore. Po përpiqemi të bëjmë çfarë është e mundur në mënyrë që qytetarët e Republikës në përballje me nevojat e shtuara në njërin anë dhe me pritjet të cilat janë të arsyeshme në anën tjetër, t'ju dalim zot atyre. Demokracia në Veprim ka bërë thirrje subjekteve politike, kandidatëve dhe të gjithë pjesëmarrësve në proces që të respektojnë standardet dhe rregullat në fuqi për një garë demokratike, ferm dhe të orientuar në përmbajtje programore.